Ardian Prenjasi, tashmë i dyshuar që ka abuzuar edhe tek fëmijë të tjerë dhe ndoshta mund të ketë pasur edhe bashkëpunëtor, ka rrëfyer që ka vrarë më 30 nëntor Julian Çelën, 11 vjeç djali një zyrtari të Shishit. 45 vjeçari, babai i 3 fëmijëve, sot në mëngjes është shoqëruar nga policia në skenën e krimit, duke ndërtuar hap pas hapi ku dhe si ka vrarë Julian Çelën dhe se çfarë fundi ka pasur trupi i tij. Telekamerat e Ani Report dhe gazetari Jon Arsen Rusta kanë qenë dëshmitarët ekskluziv të kësaj dëshmie. Në imazhet që i paraqesim shohim Ardian Prenjasi, teksa i shoqëruar nga policia dhe me një kapuç të rënë në fytyrë, arrin në shtëpinë e tij në Laprak, brenda së cilës me 30 nëntor ka sekuestruar dhe vrarë Julian Çelën, teksa dje kishte sekuestruar një tjetër fëmijë të moshës 10 vjeç, që fatmirësisht është shpëtuar. Monstra e Laprakës i shoqëruar nga policia në shtëpinë e tij tregon oborin kur mbasditjen e 30 nëntorit ka thirrur Julian Çelën, duke i kërkuar që t'i sjellë një paketë cigareje, dhe pastaj shoqëron policët në dhomat e ndryshme ku ka vrarë Julianin. Ai përtiste, ka treguar monstra, dhe për këtë arsye e vrava. E çuditshme që asnjëri nga fqinjet nuk ka dëgjuar asnjë zhurmë. Duke lëvizur në vendin e ngjarjes, monstra është ruajtur edhe nga kundërshtimet e dy fqinjeve. O qifsha jop! O qifsha bota! Vazhdo qifsha bota! Pastaj Ardian Prenjasi së bashku me policët ka vajtur në koshat e plerave që ndodhen pranë shtëpisë së tij. Po do bëjmë me gjishtë, me lidhje, ose me lidhje shumë qatë ashtu, se do i bëjmë gjitha pozicionet. Në të njëjtin ditë kam hedhur kufomën e Julian Çelës me një batanie të kuqe dhe pastaj e kam vendosur në një kosh duke pritur që kamioni i plehrave të vinte ta merrte. Ka shpjeguar vendin e saktë se ku ndodhej kazani i plehrave. Po Mersal, dik mrapa. Po ju landen pullat. Po, për të qenë i sigurt që trupi i Julian Çelës të mos gjindet, monstri mëngjesin e të së nesërmës ka shkuar personalisht në Sharr. E ka bërë edhe sot në mëngjes, gjithmonë me prangat në duar, i shoqëruar nga policia në vendin që sipas rrëfimit të tij, mëngjesin e 1 dhjetorit kishte kërkuar dhe në fund të ripar batanien me të cilën kishte mbështjellur Julianin. Vaja. Kujdes. Do ngelemi diku, do llopsim me ti. Kisha bindjen që trupi ishte mbuluar nga plehrat dhe kështu u largova, tha Prenjasi. Dhe ne e shikojmë teksa me gisht tregon një sasi plehra që sipas tij 3 muaj më parë kishte mbuluar trupin e Julian Çelës. Pa, lidhe. Monstri shikon rreth e përqar teksa pak më larg gjenden të afërmit e viktimës së tij, që po përgatiten për të gjetur eshtrat e Julianit të tyre. Ai shikon nga larg, i pa emocionuar.